bujar Mehmeti, ku është që ti the tradhtor që ti djali? Është ma tradhtor se tradhtor të shtive. Ai çfarë ka ndodhur? Pason me epitetin e tradhtorit. Baboi i tij, i lojtarit Besnik Bruti, i cili ka bërë tag aty djalin e tij Etnik Bruti në Facebook, ka shuar këtë reagim pak më parë, para 2 orë, 3 orë në Facebook. Tradhtar janë gjithë ata që i thonë tradhtim mbrojtjes së flamurit Adem Jasharit, Zahirit, Agimit dhe të gjithë dëshmorëve të rënë për liri. Biri im ka marrë një vendim që buron nga bindjet e tij dhe dashuria për kombin. Ai nuk e ka refuzu Kosovën, por ka zgjedhur të luajë për kombëtare shqiptare, për flamurin me të cilin i kemi mbështjellë dëshmorët tanë. Kjo nuk është tradhti, por besnikëri ndaj idealit për të cilin kemi luftuar. Gjithë ata që sot e gjykojnë duhet ta dinë se askush nuk mund të na jap leksione për atë dhe dashuri dhe sakrificë për Kosovën. Askush nuk ka të drejtë të vënë në dyshim vendimin e Brutit, i cili me zemër dhe shpirt po ndjek rrugën e tij, duke mbrojtur vlerat kombëtare. Për ne Kosova dhe Shqipëria nuk ndahen sepse jemi një komb, një gjarë dhe një histori. Kjo fjalia kundit. Kjo nuk përshkon tash me këtë pjesën që e ka thonë krejt nalt. Ne Kosovë, ne komb Kosovë Shqipëria me zgjedh Shqipërinë. Asnjë nuk kena drejtë se cili prej neve ndryshon. Mirë po, mentalitet a ka mundësi. Na nuk kena drejtë asnjë me thotë tradhtar, se ka tradhtu kombin, se ka kombin shqiptar që kush ka thonë që ka tradhtu, edhe tash me thonë tradhtar. Toverlani ka thotë thik pas shpine. Sefte, selektor, a banën e përfundojmë, bojara, ka mundësi veç ta përfundojmë. Selektori ka thonë thik pas shpine, unë s'kam me folë asnjëherë nëse ndërprej. Unë ndërprej nëse ndërprej, mos ndërprej. Jo, nuk mund ndërprej, veç gjykimin e një analistit. A ne banën e me thonë. Ku guxon me thonë selektori i Kosovës thik pas shpine. Guxon me thonë, çepse guxon me thonë, çepse guxon me thonë. Se djali i Kosovës e ka marrë rrecin, djali i Kosovës ka kanë projekt, apo probleme me fol. Sigurisht po pozën dikim të alkoolit për shkak. Jo, veç pak. Për një selektor të Kosovës, me thonë ashtu është mëkat. Nuk guxon mëkat, se me katë të dëshminë publike. Jo, ko selektor ai. A vjen Toverlani ka thënë shumë futbollit Kosovës. Nëse ti nuk e din që selektorët e Kosovës, ti e din që kalon kombëtarët e Kosovës ose çato kupimit. Afrimi ka çdo respekt. Mos i dëgjojmë si individ, si person. Me do, veç doje ato që kalojnë ato që ka pozitiv. Po ti s'do të thotë pas tonë gjoni që shkon në vesh fanatin kombëtar. Po zguxon. Veç pak nuk e. Në selektor s'het kështu. Nuk jam ka thamë në tradhtar. Unë jam ka thamë çysh ka rrjedh debati historik. Kjo është njëra prej deklaratave që e ka dhënë për mediat. Afrimi ka thënë, veç po lexoj shpejt hapi fjalën, gjutësysh Alban. Kurrë çati mos e harro menimin. Etniku na ka thënë se po zgjedh Shqipërinë për shkak pasaportës shqiptare përmes së cilës mund të transferohet më lehtë në Rusi. Kto po thotë Afrim Toverlani. Ne këshire lojtarët tonë po mashtrohen nga disa kvazi menaxher që po joshin dhe po i mashtrojnë. Ço është e vërtetë, ço është koment për lojtarët që po pas ka përmend. Nuk kam koment për lojtarët që po e trajtojnë panellën ndonjë. Po jo, Ramizi nuk më lëmë me unë po dal. Po, nëse